Sikur se po e shifni sot nga këto pamje, ndodhemi në Shkodër dhe takojmë pikërisht një antar të Këshillit Komunal të Bashkisë Shkodër, avokat Laurent Anamali. Laurent, si keni ideja të prezantohesh në këtë zgjedhje në listën e legalitetit? Çfarë lidhje keni me legalitetin? Iran, faleminderit në radhë parë për jush që më atë mundësinë me bëj këtë intervistë, me fol si antar në cilësinë antarit të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër. Para 2 vitesh në zgjedhjet lokale të vitit 2023, u zgjolla si antar i Këshillit Bashkiak me siglën e Partisë Lëvizje Legalitetit. Lidhjet me Partinë Lëvizje Legalitetit janë të hershme me paraardhësit e mi, me Xhaxhain me origjen e nënës, ish oficer i Nalpallnis, e pastaj gjithmonë familja jonë ka kanë me përkrahase e legalitetit dhe djathtë. Kërkesa, për oferta, po themi, për të kandidu në zgjedhjet lokale të vitit 2023 erdhi nga Partia e Lëvizjes Legalitetit. Vetë strukturat e partisë propozuan emrin tim dhe u gjina pjesë e kësaj lëvizje në kandidaturën për antar Këshillit Bashkiak. Në zgjedhjet e fundit vendore, Partia e Lëvizjes Legalitetit arriti të marrë rreth 1100 vota. Jeni në opozitë. Po. Por besoj se ngrini zonin për problematika të ndryshme që ka qyteti i Shkodrës. Cilat janë këta problematika të sa nëzjoheni nga opozita? Atëherë, problematika që ka komuniteti i Shkodrës janë shumë të mëdha, janë të ndryshme, janë të natyrave të ndryshme, sepse edhe në bazë të funksioneve që ka pushteti vendor me sipas legjislacionit të posaçëm, i cilit jep kompetenca për të operuar, për të vepruar, janë kohësisht shërbimet publike, siç është pastrimi i qytetit, siç janë mirëmbajtja dhe rregullimi i infrastrukturës rrugore, shërbimi në lidhje me lëndë zhvillimore etj. Për sa i përket problematikave që shfaqen, që ne si organ, po themi, përfaqësues, sepse Këshilli Bashkiak është organi përfaqësues, pra i Bashkisë Shkodër, në detyrat funksionale të antarëve të Këshillit Bashkiak është që të parashtrojë përpara organit ekzekutiv që është kryetari i Bashkisë, të parashtrojë një sër problematika që vijnë nga qytetarët, sepse është antari i Këshillit Bashkiak është ura lidhëse, po themi, ndërmjet qytetarëve dhe organit ekzekutiv që është kryetari i Bashkisë. U realizën kuptimin e përçimit të zonit qytetarëve për problemet e tyre që kanë në përditshmërinë e jetës tyre. Për sa i përket pyetjes tuaj në lidhje me se sa ndëgjohet zoni jonë, me thonë drejtën, ne bëjmë punën tonë, por forca kartoni që ka majoranca nuk e lejon me shku aty ku duhet shqetësimi që ne përcjellim për problemet që kanë qytetarët. Kështu që edhe në vendimmarrje që merr Këshilli Bashkiak, më tepër është një vendimmarrje që i shkon për shtat kryetarit të Bashkisë se sa interesave, po themi, të qytetarëve të Shkodrës. Kështu që me thjesht një zoni paktën, po them unë si antar i Këshillit Bashkiak, me si zonë thjesht që mundi gju nga kryetari i Këshillit kryetari i Bashkisë, por nuk marrën konsiderat, po themi, në ato problematika që ne përcjellim. Jemi ndoshta në gjysmën e legjislaturës për Bashkimin e Shkodrës. Domethënë, mund të quhet pothuajse një fillim fushate elektorale për të finalizuar pas 2 vitesh. Si mendoni ju në qytetin e Shkodrës, a do të ketë një vazhdimsi legaliteti dhe si do të jetë kjo vazhdimsi apo një riorganizim o diçka dhe më e madhe? Për këtë pyetje, në optikën time personale, mendoj që legaliteti do ketë vazhdimsinë e saj për të kanë pjesë e
pushtetit vendor, sidomos në organin përfaqësues. Pastaj në lidhje se si qysh tek do veprohet në tutje janë pjesë e strukturave të partisë, të cilat janë struktura vendimmarrëse. Po nëse na shohin miqtë tonë në Shkodër apo në qytete të tjera, 3 arsye që njerëzit të bashkohen me legalitetin. Arsyet që unë mendoj që të bashkohen me legalitetin janë që në radhë parë legaliteti është një parti e mirëfillt të djathtë. Dhe djathta si ideologji gjithmonë ka sjell prosperitet, begati kudo që është aplikuar. Kështu që në optikën time, kjo është arsyeja kryesore në radhë parë sepse i sjell zhvillim dhe mirëqenie komunitetit. Pse duhet pra të jetë që njerëzit t'i afrohen legalitetit. Gjithashtu një arsye tjetër është edhe aspekti kombëtar, sepse legaliteti në frymën e saj, në ideologjinë e saj ka po themi qasjen nacionaliste, ka qasjen që më parë t'i shërbejmë vendit atë dhot dhe kombit pra. Që këto janë mendoj pak a shumë si arsye pse njerëzit duhet të jenë sa më shumë bashkuar rreth legalitetit. Me sa kam parë unë, sidomos këto 2-3 dekadet e fundit, po flasim edhe në botën pranimore, por edhe tek ne që është përcjell, është më tepër ka hyrë ajo fryma e globalizmit, e cila ka ndikuar në mendimin tim negativisht për sa i përket dëshirës për të dashur vendin tonë dhe për të punuar për vendin tonë. Gjithashtu ka ndikuar negativisht tek ajo që thotë ju që rinia sot më shumë interesohet për me fitu po themi me fitu para në mënyrë më të thjeshtë, më të shpejtë, sesa me punu, si thëmë ne me djerës ballit për me fitu jetën e përditshme. Besoj kjo ka qenë ajo fryma që në kuptimin tim ka sjell negativitet edhe në mirërritjen e brezave të ri, edhe në Shqipëri. Edhe kjo pjesa e çmimeve që është shumë herë edhe më e lartë se në vendet e Europës pranimore, dhe rrogat janë si me kanë në Afrikë. Kjo ka sjell, kjo lën me kuptu që këtu mizotron edhe paraja pist. Pra kemi edhe riciklim të paras pist, e cila mizotron në gjithë territorin e Shqipërisë. Sepse një logjika ekonomike është që nëse ne kemi të ardhurat të vogla dhe çmimet janë të larta, lind pyetja si arrit përballohet jetesa në këtë kosto të lartë. Dashje pa dashje çon me kuptu që tu ka hyrë masivisht edhe paraja pist. Problemet ekonomike të ne janë të hershme. Nuk është se janë thjesht 10-15 viteve të fundit, po themi, ose 10 viteve të fundit. Që kur ndryshua sistemi 35 vite përpara, ndryshoi edhe sistemi ekonomik, pra nga ekonomia e centralizuar, ekonomia e planifikuar, kaluam në ekonominë e tregut lirë. Dhe në optikën time në Shqipëri u aplikua terapia shokut. Pra, terapia shokut ka si kuptim që ne do bëjmë shok, pra shok total të ekonomisë dhe me terapi do rinërtojmë edhe nga para. Kur në fakt në Shqipëri nuk nolli vetëm shok, po terapi nuk pam gjukumi. Në ato vite, pra në fillim viteve 90, nuk është të gjitha normaret ishin jo produktive, pra jo rentable, jo kompetitive. Normalisht kishte nevojë për ca përmirësime, por nuk ishte nevojshme që të bëj shok total. Sepse, për shembull, mund të marrim rastin e Slovenisë, edhe një nga vendet baltike, mos gaboj Letonia nuk e kujtoj mirë, të cilët nuk noqen në terapinë e shokut, por ndoqen kalimin gradual të ekonomisë nga ekonomia centralizuar në ekonominë e tregut lirë. Kështu që, për shembull, mund të sjell një rast në Shkodër, për shembull, fabrika duan cigareve. Ne jemi janë historikisht eksportues të duanit. Kështu që të kthehemi tani sot duhet 30 vite të kthehemi vetëm importues, po themi, të duanit huaj, kjo është fatale për ne. A mund të jetë në qëllim? Sigurisht, jo vetëm oligarë, por është edhe politika në mes.
sepse politika është që bën politikat ekonomike për t'i dhënë orientim të në tregjeve në interes qoftë të tyre se janë të përfshirë, vetë politikanët të përfshirë me oligarkët në të lloj biznesesh. Kështu që kanë interesin e tyre personal. Ose mund të sjellë një shembull të fundit. Kujtoj që në mos gabohem ishte ministër financave zoti Ahmetaj në qeverinë Rama, qeverinë Rama 2 më duket diçka e tillë. Dhe në politikën fiskale ai rriti aksizën e birrës vendit dhe uli aksizën e birrës importit, që është një manovër fiskale shumë e gabuar në optikën time. Antishqiptare, antiprodhimit të vendit. Kjo është politikë antishqiptare. Pra për të favorizuar produktin e huaj, sepse kuptohet, s'ka nevojë që ta provojë me dokumentacion, po kuptohet që janë të implikuar vetë politikanët në këto biznese. Sepse kjo çon rënien e prodhimit vendas. Duke rënë prodhimi i vendas, shkurtohen vendet e punës, pa krijuar papunësi, pa krijuar probleme sociale. Pra, politikat ekonomike, politikat e punësimit në vendin tonë kanë qenë në vite të gabuara. Pra nuk kanë qenë, po themi, politika shqiptare pra që të vinë në interes të vendit dhe qytetarëve të këtij vendi. Por kanë qenë e kundërta. Ne jemi kthyer më tepër treg të produkteve të vendit të rajonit më tepër, të Serbisë, të Greqisë. Në vend që ne të kishim për shembull disa produkte tonat që mund t'i eksportojmë, mund të ishim kompetitiv edhe në tregjet rajonale, ne jemi kthyer më tepër konsumator. Pra jemi kthyer treg këtyre mallrave të vendeve të fshtinje të rajonit. E dikush bler paret tona. Dikush bler paret tona, sepse duke importuar del valuta jashtë dhe normalisht sepse në një ekonomi të suksesshme do kishim një raport kundërt. Pra ulje të importeve dhe rritje eksporteve. Gjë që në Shqipëri aktualisht është e kundërta. Kemi një rritje shumë të madhe të importeve dhe një numër eksporte shumë të vogël. Në përfundim si legalitet. Në përfundim si legalitet, në frymen nacionaliste, në frymen po themi në aspektin ekonomik për të mbrojtur produktin e vendit, për të mbrojtur interesin e shqiptarëve, interesin e kombit shqiptar. Në aspektin ekonomik, ne duhet të ndrojmë qasje. Për shembull, unë solla rastin e aksizës. Rastin e aksizës do ishte që ne të ulim aksizën, minimalisht aksizën e produkteve, për shembull të birrës së vendit, produkteve të vendit, dhe të rritet sa më tepër aksiza e produkteve të importit, në mënyrë që duke bërë këtë manovër fiskale, ne do nxisim më tepër punësim, sepse do rritet kërkesa për produktin ton, do ketë nevojë për rritje prodhimi, për rritje prodhimi do ketë nevojë për rritje të punësimit, për fuqisë punëtore. Dhe në këtë aspekt, dashje pa dashje krijohet një politikë punësimit për rritje të uljes pa punësisë dhe rritje të punësimit. Politikat ekonomike në këtë vend, ose siç është theksuar më përpara, edhe për duhanin, që ne jemi vend eksportues, kemi qenë historikisht vend eksportues, mund të ndërtojmë, mund të jemi kompetitiv me produktin e duhanit. Ideja është që ne, për shembull, në arin e zi ne prodhojmë 1 milion ton në vit, të zjerrim nga nën toka jonë. 600.000 ton janë për konsum të brendshëm, ku 400.000 mund të eksportohen. Pra, qytetërisht, çmimi i naftës në vendin tonë është shumë herë më i lartë se në vendet e rajonit. Po shumë se në Amerikë. Po, në Amerikë po them në vendet e rajonit, se po shkoj shumë më lart. Kështu që për shembull Malizi sot e ka 1,38 €. Për ta konvertuar në monedhën shqiptare është diku 1350 lekë të vjetra, 1 litër naftë. Ndërsa ne kemi 1700 lekë, 1750, kështu që i bie rreth 300-400 lekë më shtrejt se vendet e rajonit. Nikoj që të ardhurat për frym, këto janë shumë herë më të vogla se në vendet e rajonit. Pra, çmimet e konsumit përditshëm varfërojnë edhe më tepër popullsinë tonë. Sa më të larta që të jenë çmimet e konsumit përditshëm, aq më shumë do varfërohen popullata jonë shqiptare.